Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë të së Kremtës së Krishtit Mbret të Gjithësisë. Leximin e parë do të lexoj për ju motër Irenea Lekaj. Psalmin Nora Ukaj. Leximin e dytë Jehona Gashi. Ndërsa komentin e Ungjillit do ta dëgjoni nga Don Shtjefën Dodës. Hiri i Zotit qoftë me ju. Lexim prej librit të dytë të Samuelit. Në ato ditë erdhen të gjitha fiset e Izraelit te Davidi në Hebron dhe i thanë: Ja, ne jemi ashtyt dhe mishyt, po edhe me parë kur Sauli ishte mbreti ynë, ishe ti ai që i drejtoje të gjitha lëvizjet e Izraelit. Edhe Zoti të ka thënë: Ti do të kullotësh popullin tim Izraelin dhe ti do të jesh pris mbi Izraelin. Po ashtu erdhen edhe të gjithë pleqët e Izraelit të mbretin e Hebron, dhe Davidi mbret lidhi beslidhje me ta në Hebron në praninë e Zotit. Ata e lyen Davidin mbret për mbi Izraelin. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyen. U gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Se që gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tashmë këmbët tona shkelen në dyert e tua, o Jeruzalem. U gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. O Jeruzalem, qytet i ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një copë të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullores në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. U gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty. U gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër, falenderoni Atin, i cili ju bëri të aftë të keni pjesë në trashëgiminë e shejterëve në dritë. A i në nxori nga pushteti i errësirës dhe na kaloi në mbretërinë e birit të vet të dashur, në të cilin kemi shpërblimin, faljen e mëkateve. Ai është shëmbëllesa e hyjit të papashëm, i parëlinduri, para çdo krijese, sepse në to u krijuar çdo gjë në qiell dhe në dhe, çka shihet e çka nuk shihet, qoftë tronet, qoftë zotërimet, qoftë principatat, qoftë pushtetet. Gjithçka u krijuar në për të dhe për të. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë që ndron në të. Ai është kryet e trupit, kishës. Ai është fillimi, i parëlinduri ndër të vdekurit, që të jetë në gjithçka i pari. Sepse hyi i pëlqeu të banojë në të e tër plotësia dhe me anë të tij, duke vendosur paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, të pajtoj me vete gjithçka, qoftë në tokë, qoftë në qiell. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyen. Aleluja. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, bekuar qoftë mbretëria që po vjen e Atit ton Davidit. Aleluja. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, populli rrinte aty e po kundronte. Antarët e Këshillit të Lartë e përqeshnin duke thënë: Tjerët i shpëtoi, le ta shpëtoj vetveten, nëse është Mesia i hyjit, i zgjedhuri. Edhe ushtarët e vinin në lojë. Ju afruan për t'i dhënë uthull dhe i thanë: Nëse jeti mbreti i judenjve, shpëto vetveten.
Mbi të ishte edhe mbi shkrimi, ky është mbreti i judenjve. Njërin nga kriminalet e kryqëzuar e fyente, pa nuk jeti Mesia, shpëto veten edhe ne. Por ai tjetri e qortoi shokun. As ti nuk e druan hyin që po vuan të njëjtin dënim si ai? Sa për ne kjo është drejtësi, po marrim dëshkimin e merituar për veprat tona, por ky s'bëri asnjë të keqe. Dhe tha, të bie ndërmend për mua, o Jezus, kur të arrish në mbretërinë tënde. Jezusi tha, për të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në Paradis. Fjala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ja një fest që përmbyll gjithë vitin liturgjik. Në të dielën e fundit të vitit kishtar, kisha nafton të hedhim syt drejt kulmit të gjithë udhës së fesë. Krishti është mbreti. Jo mbret sipas fantazisë së botës me pushtet, forcë apo shkëlqim, por mbret i zemrave, mbret i një mbretërie që ndërtohet në të vërtet, në shpresë, në dashuri dhe paqe. Kjo fest është si një stacion i fundit para nisjes së adventit, kohës së ardhjes, një thirrje e butë që të kujtojmë se gjithë rrugtimi ynë merr kuptim vetëm kur e pranojmë Jezu Krishtin si qendrën e jetës sonë. Leximi i parë e kemi një imazh të Krishtit mbretit të premtuar. Leximin e parë nga libri i dytë i Samuelit, pleqt e Izraelit vijnë tek Davidi dhe e njohin si mbret. Ai nuk e merr pushtetin me forcë. Populli e pranon sepse ka parë në të një njeri të dërguar nga Zoti. Ky moment na përgatit për atë që vjen shumë shekuj më vonë. Jezusi, biri i Davidit, është mbreti i pritur, por mbreti i një mbretërie shumë më të madhe. Mbretëria ime, thot, nuk është e kësaj bote. Leximi i dytë, shohim Jezu Krishtin, fytyrën e hyjit të padukshëm. Shën Pali, në letrën drejtuar Kolosianëve, na jep një nga përshkrimet më të bukura për Jezu Krishtin. Ai është shëmbëltyra e hyjit të padukshëm. Në për të u krijua gjithçka. Në të çdo gjë qëndron. Këtu shohim madhështinë hyjnore të Krishtit. Ai është qendra e gjithësisë e universit. Fjala me të cilën hyji e krijoi botën. Ura që lidh qiellin me tokën. Dhe Pali shkon edhe më tej. Kisha, bashkësia e besimtarve, është trupi i tij. Kjo do thotë se ne jemi thirrur ta bëjmë të dukshme mbretërinë e tij në botë me jetën, fjalët dhe dashurinë tonë. Krishti është mbret dhe ne, antarët e trupit të tij, jemi thirrur të jemi, të themi kështu, urë, ndriçim dhe paqe për botën. Ungjilli e përshkruan mbretin që mbretëron nga kryqi. Këtu ndodh përmbysja e madhe e Ungjillit. Mbreti na shfaqet jo në fron, por i gozhduar në kryq, i zhveshur, i tallur, i braktisur. Mbi kokën e tij një tabel ironike. Ky është mbreti i judenjve, Inri.
Kjo është ora e zbrazjes, gjithsesi mohimit të plot të Krishtit. Momenti në të cilin dashuria e tij arrin kulmin. Kjo është ora kur mbreti hap portën e mbretërisë për një kriminal të penduar. Jezus, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde, i tha. Ky njeri nuk ka vepra të mira, nuk ka jetë shembullore, ka vetëm një zemër të përvojt dhe një kërkesë besimi. Dhe Jezusi përgjigjet: sot do t'jesh me mua në parajs. Ky është momenti ku kuptojmë plotësisht se çfarë mbretërie ka sjellë Jezu Krishti. Një mbretëri ku dëshpërimi transformohet në shpresë, mëkati në falje dhe vdekja në jetë. Ai nuk e shpëton veten, na shpëton ne. Çfarë do të thotë sot ta pranosh Krishtin si mbret? Ta pranosh Krishtin si mbret nuk është një gest emocional apo një slogan. Është një stil jete. Do thotë, ta lëshojmë dorën nga fronet e vogla të egoson. Ja hapim zemrën drejtësisë, faljes dhe dashurisë. Ti shohim njerëzit si bijtë të hyjit. Ta vendosim fjalën e tij në qendër të vendimeve tona. Ta ndërtojmë mbretërinë në familjet tona, në punë, në shoqëri. Mbretëria e Krishtit fillon aty ku fillon paqja në zemrën tonë. Pra, me Krishtin ka filluar një mbretëri e re, një mbretëri e të vërtetës, mbretëri e shejtërisë, e paqes. Prefacioni i meshës kësaj të kremte e përshkruan me fjalë të mrekullueshme këtë mbretëri. Mbretëri e së vërtetës dhe jetës, mbretëri e shenjtërisë dhe hirit, mbretëri e drejtësisë, mbretëri e dashurisë dhe paqes. Kjo është bota që Jezusi dëshiron ta ndërtoj me ne. Dhe për ta bërë këtë, ai nuk përdor forcë, përdor zemrën, kryqin dhe faljen. Prandaj edhe lusim në oratën e mrekullueshme aty, ardh mbretëria jote o Zot. Në fund të këtij viti liturgjik, lutja jon le të jetë e thjeshtë dhe e sinqertë. Jezus, je mbret i zemrës sime, i familjes sime dhe i gjithë botës. Ardh mbretëria jote. Kjo është ftesa e kësaj feste. Të hapim derën e zemrës që Krishti të mbretëroj me paqe, me dritë dhe me dashuri. Përkatiti për ju Dom Shtjefën Dodës, drejtor programin Radio Marinë e Kosovës, ku të qofshi, Zot ju bekov dhe ruajt. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patet mundësi të dëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e meshës së të kremtës së Krishtit mbret të gjithësisë. Me ju ishin Motër Irenea Lekaj, Nora Ukaj, Jehona Gashi, ndërsa komentin e Ungjillit e dëgjuat nga Don Shtjefën Dodës. Ju falenderojmë për vëmendje e ju dëshirojmë paqen e bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.